Niveli në liçenin e Firëzës së bazeni më të madh ujëmbledhës me qëllim prodhimin e energjisë elektrike në vend është në pikën kritike në këtë fillim vere. Firëza ka pësuar një ulje të ndjeshme të nivelit të ujit pavarësisht e rreshjeve të shiut dhe të borës që ranë gjatë javës së 2 të marsit, por edhe më herët, ndërsa edhe prurit në kaskadën e Drinit janë në nivele të ulta. Sipas të dhënave zyrtare, aktualisht Firëza është në nivelin e 266 metrave mbi nivelin e detit, ndërsa prurit janë minimale mbi 80 metër kub në sekond. Kuota maksimale e liçenit të Firëzës është 296 metra, ndërsa në kuotën e 240 metra puna në hidrocentral ndalet, ndërsa pika kritike e saj është 260 metra. Parashikimet nuk janë as pak optimiste, pasi edhe në ditët në vazhdim deri në përfundim të muajit mars nuk parashikohen rreshje intensive të shiut dhe me këto ritme arritja e pikës kritike të këtij liçeni është e afërt. Për rrjedhoj, kesh prej ditësh ka nisur blerjen e një sasie të konsiderueshme të energjisë elektrike në tregun ndërkombëtar për të siguruar nevojat e konsumit në vend. Kujtojmë se liçeni i Firëzës në 2 muajt e parë të këtij viti nga 269.41 metra që ishte në fillim të janarit, pësoi rritje deri në 274.3 metra në fund të shkurtit për të pësuar përsëri rënje në mesin e marsit që aktualisht është 266.41 metra.